se duhet Dauti tash, me pas edhe më shëtësu për faktit, çka menon Kurti për ta? Njeri që ka ikë për luftës vetë. Nuk ndoshta edhe të ka ikë në detalj. Mas Haloni. Zoti Adem Hoxha ka votu, qysh ka votu lista serbska kundër grupit parlamentar OOK dhe blokut opozitar. Okej. Kjo s'ka të bëj hiç, çka ka thonë ai se çtash bile pidisë se pas na po. Po ka fole. Edhe unë nuk e marr seriozisht, për mua i pa përfillshëm deputeti X. Çështja e Kurti. Në atë moment që ai ka votu në njëjtën kohë dhe në njëjtën vijë me listën serbska, ajo është liru pe i grupit parlamentar. Ky ka qenë pra. Po, domethënë edhe nuk ka këtu asnjë dilemë që kjo është saktësisht çapo të thomën. Dhe kur e kemi marrë në grup, nuk e kemi marrë në shef. E keni vo haptas, shumë mirë. Keni dalë kundër tregimit Kurti. Na kanë sharë, okej, unë im ka të tregoj. Amo çashtu ish dash me vazhduar. E kam pa kushte në grupin parlamentar. Asnjë kusht s'u kon,